Krahas dëmtimit të vazhdueshëm, lulishteve të pakta publike në qytetin e Shkodrës u mungojnë këndet e lojrave. E tillë është edhe lulishtja kryesore e qytetit, ajo pranë sheshit para bashkisë Shkodër, ku ato pak mundësi që deri para pak vitesh kishin fëmijët për të luajtur, aktualisht nuk janë prezente. Lodrat e vendosura në hapësirat publike në këtë lulishte janë dëmtuar prej kohësh, ndërsa riparimi i tyre nuk dihet se kur do të ndodhë. Të vetmi që japin pak mundësi argëtimi për fëmijët që në orët e paradites apo pasdites frekuentojnë këtë lulishte janë subjektet private, të cilët kundrejt pagesave ofrojnë argëtim për fëmijët. Kësaj, ajo që bashkia ofron për fëmijët e shumë që frekuentojnë këtë lulishte publike është e pakët. Nga ana tjetër, në këtë hapësirë duket qartë dëmtimi nga vetë qytetarët. Shumë pllaka rrethuese të Shatërvanit janë thyer, ndërsa muri rrethues është dëmtuar seriozisht. Ai është i lyer me bojë në pjesën më të madhe të tij. Së fundmi, ky ambient ka nevojë emergjente për ndërhyrje edhe pse shpeshherë punimet e kryera janë dëmtuar nga personat që frekuentojnë këtë hapësirë të gjelbër të qytetit. Kjo lulishte publike, që është kryesorja e qytetit të Shkodrës, u rikonstruktua në vitin 2009, që nga ajo kohë nuk ka patur një investim tjetër serioz për këndin e lojrave apo përmirësimin e kësaj hapësire publike.